Ndoshta ke kaluar vite ku ndiheshe i blokuar, zgjidhje që nuk të sollën qetësi, lidhje që nuk zgjatën, dhe lutje që mendove se nuk u dëgjuan. Por kujto se Allahu mund të të bëjë rrugdalje dhe të nxjerrë nga ciklat që të mbajtën peng për vite. Nuk ishte pengesë ai bllokim, ishte mbrojtje, ishte mëshira e tij që të mbronte nga ajo që nuk ishte për ty. Edhe kur ti nuk arrite ta kuptosh, ai verzioni yt që pranonte më pak, që kërkonte përgjigje nga krijesat dhe jo nga krijuesi, që ndihej i humbur, po venitet. Tani me çdo hap, ti je më afër vetes tënde të vërtet dhe më afër atij që kur nuk të braktis. Shumë shpejt do ta kuptosh se pse disa dyer u mbyllën kaq fort. Allahu e njeh zemrën tënde më mirë se kushdo, dhe kur të vijë ajo që është e shkruar për ty, e pastër, e qëndrueshme dhe halal, ti do ta kuptosh se që çdo pritje kishte një arsye, pra mos e humb shpresën se Allahu është më i miri i planifikuesve.